Përshëndet gjithëve, jam Donika. China Travel vazhdoi të bëhet popullor në mbar botën. Sipas administratës kombëtare të imigracionit të Kinës, gjatë pushimeve të 1 maj të këtij viti, mbi 1 milion të huaj hynë dhe dorën nga Kina. 23.1% më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. 380.000 e tyre hynë në Kinë mbi bazën e politikës së heqjes së vizave, duke shënuar një rritje vjetore plei 72.7%. Ky pasqyron forcën tërheqëse në rritjen të tregut kinez të turizmit për turistët globalë. Ardhja e të huajve për udhëtim në Kinë dhe prerje në Kinë ishin veçanërisht e popularizuar gjatë festës së 1 majit të këtij viti. Fluksi i turistëve që hyjnë në Kinë vazhdon të rritet. Njërat ndërkombëtare të udhëtimeve me anije turistike po më këmbën me një ritëm më të shpejtë dhe udhëtimi për në Kinë me anije turistike po rrirëzon. Pushimet takohen me panajirin e kantonit, tregtarët e huaj bien në dashuri me prerjet në Kinë. Modeli i ri i konsumit të turizëm plus prerje i qendrës tregtare ndërkombëtare EU i ka tërhequr gjithashtu turistët e huaj. Pas rritjes së trafikut të turistëve të huaj, qëndron çrimi i vazhdueshëm i dividendëve të politikave. Në vitet e fundit, Kina ka vazhduar të optimizojë politikën e hyrjes pa viza dhe përvojën e shërbimit të pagesave në përgjigje të nevojave të turistëve të huaj. Përpara 1 majit të sivjetshëm, Ministria e Tregtisë dhe 6 departamente të tjera kineze nxorën një njoftim për të lehtësuar rimbursimi e taksave në nisje, duke e uru vlerën e prerjeve për të cilat mund të rimbursohen taksat deri në 200 yuan. Në platformat e mediave sociale jashtë Kinës, China Travel ka qenë jashtëzakonisht popullor. Gjithnjë e më shumë turistë të huaj po ndajnë përvojat e tyre në mediat sociale, gjë që i bën të huaj më të edu për të eksploruar dhe për të njohur Kinën.